pranueshme për krejt partit tjera? Po, e thash edhe në fillim, janë kërkesa cilat na si grupim politike kemi kauz dhe jemi angazhu, vetëvendosja i ka provu ato kërkesa edhe nga brenda, dhe thot, absolutisht që është çështja e kodit civil, është çështja e fertilizimit, janë çështjet tjera cilat edhe në kuvend kam reagu, si që është çështja e energjisë që është kriju një problem shumë të madh mos vullneti për ndërtimin e termocentralit të ri, janë çështjet e pensioneve, janë mbështetjet për nonat leone, të cilat i kemi pasur në programin qeverisë, çështja e shëndetësisë e arsimit të gjitha këto të cilat edhe i kemi ngrit për 5 vite, po s'na është ndëgju zoni, tu fillu edhe prej pagës minimale që ju bjen ndërmend me fillu edhe me provu për me bo vetëm para fushatave, kurse unë kom propozu amandament vitin 2022, që paga minimale të filloj të bëhet 500 euro për shkak që është e pa mundur me vazhdu me një situatë tillë. Këto kanë qenë kërkesat tona edhe tash, cilat kanë qenë pa pranueshme për ose të paktën nuk kemi marrë përgjigje mbas takimit që kemi pas me zyrtarët të vetëvendosjes, por që kanë qenë të pranueshme edhe të diskutueshme me gjitha subjekte tjera politike, për shka i falenderoj gjitha subjektet për konstruktivitetin në këtë negocim që e kemi bo gjatë kësaj periudhe. Natyrisht në fund është dashur me zgjedh një subjekt politik me cilin bëjmë koalicion, kemi zgjedh PD-n, mirë po kanë qenë jashtëzakonisht konstruktive në diskutime edhe në ofrimin e përgjigjeve. Kur po thoni konstruktive, po mendoni edhe LDK-ja ka qenë e hapur? Absolutisht që po, unë kam pas 2 takime edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shka e falenderoj që ka qenë i gatshëm me i pranu gjitha kërkesat cilat ne i kemi pas edhe me qenë bashkarisht në këto zgjedhje, por që natyrisht edhe na kemi një grup organizativ aty, cilën në fund është dashur me i marrë ofertat e subjekteve politike dhe me shumicë votash është vendosur se marrëveshja të shkohet me PD. Kush shkon ka PDK-ja? Herën e fundit që keni qenë në zgjedhje, ka qenë një pjesë e Partisë Drejtësisë me ju, ka qenë AKR-ja me ju, ka qenë një farë grupi i madh që është dashur me lodh kryt pak për më gjetë për bashkëtat, po okej, ju kom gjetë. Tash nuk janë. Jo, tash jemi grupi deputetëve që kemë qenë, është grupi cilën e përfaqësoj unë, bashkë me Visar Korenicën, është pjesë Amir Ahmeti, profesor doktor Bernard Tahir Begolli, profesor Gzim Qerimi do t'jetë pjesë e listës tonë, janë edhe disa figura tjera cilat do t'jenë pjesë e listës kandidatëve për deputet në këto zgjedhje. Ky është grupi cilën kemi pas përfaqësuar edhe në koalicionin e shkurtit vitit 2025, por këta janë këto figura cilat kemi qenë në kuvend edhe kemi fillu këtë organizimin edhe që është janë planifikime për ndërtim të subjektit të ri politik në të ardhmen. Tash kjo është pyetja e radhës, kom pa dy llojet subjekteve të vogla ose të listave ose të fraksioneve çdo që ishe. Aso që kam pas potencial të hatashëm të marketingut, edhe potencial të hatashëm për me bëj gjëra të mëdha dhe kanë dështu flisë të tipit të orës ose të ferit ose you name it,